Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lavdruar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e diela e dytë e kohës së Pashkëve. Psalmit i marrim nga java e dytë e psalterit. O hymë e janë në ndin. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati të birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si ari agimi i dritës, qielli nga lavdet jehon. Bota prej shendit galdon, feri ulërin nga grahmat. Kur mbreti shumë i forti, i shem fuqit vdekjes, nën këmbë ndrydhi tartarin, të mjerve u zgjidhi prangat. Ai që me rast të mbyllur rreptësisht ruhet nga ushtari, nga nyes me zulm fisnike ngrihet fitues nga varri. Tashmë u çlirua ferri, prej dhembjesh e rënkimesh, sepse u ngjall Zoti ynë, plot shkëlqim thërret engjëlli. Për herë ti rrofsh ndërmendje, o Krisht, gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt borim jete. Amen. Antifona e parë. Krishti i ringjallur e shndriti popullin e vet, të shërbuar me gjakun e tij. Aleluja. Psalmi 63. Shpirti i etshëm për hyin. O hyj i mjeti, qysh në agim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, hy të dëshiron mishi im, si toka shkrejt e that e pa ujë. Kështu erdha në shetrorën tënde, për ta parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngjem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krave të tu. Shpirti im u mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdiati të birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Krishti i ringjallur e shndriti popullin e vet, të shëlbuar me gjakun e tij. Aleluja. Antifona 2. Shëlbuesi ynë në gjallë së vdekuri, ti këndojmë himne lavdi Zotit hyjë ton. Aleluja. Nga Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujërat që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hënë, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra, bekojeni Zotin. Zjarre nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Vese brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshra bora, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka bekovë Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumen, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindesh e gjithçka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendet e qiellit, bekojeni Zotin. Kafshët e egra shtëpiake, bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj.
Priftërinj të Zotit, bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtave, bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë atin e birin e shpirtit shenjt. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupen qellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Shërbuesi ynë unë gjallë së vdekuri, ti këndojmë himne lavdi Zotit hyjit ton. Aleluja. Antifona 3. Aleluja, Zoti u ringjall, sikur se pa të thënë, Aleluja. Psalmi 149, festa miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesit të vet, bitë e Sionit i brohorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bie në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brohorasin nga shtrojat e veta, e paqen lavdinë e Zotit në gojë e shpatën dy teshe në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për t'i dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretrit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar, ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, Zoti u ringjall, sikur se pa thënë. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga Veprat e Apostujve kapitulli 3. Hyi i Abrahamit, i Izakut, i Jakobit, hyi i etërve tanë, e lavdëroi shërbëtorin e vet Jezusin, të cilin ju e dorëzuat në vdekje dhe i rat mohit përpara Pilatit, kur ky kishte vendosur ta liroj. Ju i rat mohit shenjtit dhe të drejtit, e kërkuat që t'ju falej gjaksori, kurse jetëdhënësin e vrat. Por atë hyi e ngjalli prej të vdekurve, për çka ne jemi dëshmitar. Kjo është dita që bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Shtjere dorën tënde në vragën e goshtave, e mos je njeri që s'beson, por besimtar, aleluja. Kënga Zakari sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyi i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve tanë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit, atit ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shtjere dorën tënde në vragën e goshtave, e mos je njeri që s'beson, por besimtar. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Me lutjet i drejtohemi hyjit Atit të gjithë pushtetshëm, i cili prej së vdekurish e ngjalli Jezusin, udhëheqësin dhe shpëtimtarin ton,
dhe t'i brohorisim. O Zot, na shndret me dritën e Krishtit. Ati shejt, ti i cili Jezusin të dashurin tënd, e nxorë prej terit të vdekjes në dritën e lavdisate, bëj që të mbërrim në dritën tënde të mrekullueshme. O Zot, na shndret me dritën e Krishtit. Ti nëpërmjet fesë na shpëtove, bëj që sot të jetojmë në besimin e pagëzimit ton. O Zot, na shndret me dritën e Krishtit. Ti na urdhëron që të kërkojmë çka është lart, ku Krishti i ulur në të djathtën tënde, na ruaj nga joshja e mëkatit. O Zot, na shndret me dritën e Krishtit. Jeta jonë së bashku me Krishtin e fshehur në ty le të shndres në botë, që kështu të shpallim qiellin dhe tokën e re. O Zot, na shndret me dritën e Krishtit. Aty ynë që je në qiell, u shenj troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj i mëshirës së pakufi, ti ringjall fenë e popullit tënd të shenjtë, me kremtimin e përvjetshëm të Pashkëve. Shtoje në ne hirin tënd që ta kuptojmë për herë e më mirë vlerën e pachmueshme të pagëzimit, i cili na pastroi të shpirtit shenjtë që na rilindi, të gjakut e cili na shpërbleu nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.